shumicën e matjeve që janë bo anketave, studimeve, fokus grupeve, kështu me radhë, ku në pyetjet për këm votoni, çka ju shtyn me votu, ose si e merrni vendimin e kështu me radhë, çdo herë gati mbi 40% kam votu për liderin e partisë. Do thot pavarësisht më mirë apo kështu ka qenë gjithmonë, pra. Po, kështu ka qenë gjithmonë dhe vetëm diku rreth 20-22% votojnë për programin të partisë, do thotë që shikojnë programin. Prandaj dominon çdo herë vota, motivimi i votuesve votu për liderin e partisë ose liderin e listës e para. E dyta, çfarë do ndodh me këtë zgjedhje? Ose ku do të jetë, se kjo është e lidhur me të parën, do thotë zakonisht zgjedhjet fitohen nga ata që kanë narrativin më të mirë, pra tregimin më të mirë në zgjedhje. Tani kush do ta dominoj narrativin në këtë zgjedhje? A do të kemi narrativa, do të diskutohet se pse po shkojmë në zgjedhje, apo kush është fajtor të shkojmë në zgjedhje? Në këto zgjedhje, pra për ta forcuar më shumë në këtë drejtim, këtë debat, po do të pyes pra fakti që Vjosa Osmani kësaj radhe do t'jetë në garë, pra a do t'jetë me LDK-n, a do t'jetë në një listë, a e forcon pra qëtë narrativ të përballjes dhe të argumentimit, sepse nëse i masim pikërisht këto fokus grupet tek pëlqyeshmëria e liderëve të cilat janë bërë në të kaluarën, zonja Osmani ka dalë edhe mbi kurtin, pra tek pëlqyeshmëria e popullatës ka dalë se ka pas ratingun rate mbi 70%. Po. Zakonisht në zgjedhjet e kaluara deri tani, sidomos në këto 3 fundit, lëvizja vendosje e kanë ndërtuar narrativën e 20 vjet pa punës, korrupsionit e kështu me radhë, dhe tani një fillim të ri. Mirë po atë fillim të ri ende po presim me pa në këtë drejtim. Mos harrojmë një gjë që kjo narrativa e ata kanë qeverisë 20 vjet shumë shpejt nuk vlen. Pse nuk vlen? Sepse në qoftë se kryeministri Kurti e merr edhe një mandat, sa do të i gjatë që t'jetë ai, kryeministri Kurti do t'jetë kryeministri me më shumë të ditë në qeverisje të Kosovës së pas luftës. Nëse s'gaboj edhe është tani, se i ka bërë 5 vite në pushtet. Po, do të thotë 5 vite, 1 vite sa në detyrë, po i bie 4 vite mandati plot. Do të thotë ai argument nuk vlen, sepse zoti Kurti do të jetë më gjatë se secili kryeminist tjetër që ka qenë në qeveri pas luftës. Kjo është e para. E dyta, çka mund të jenë përcaktues, janë do të thotë 3 faktorë që mund të përcaktojnë rezultatin e këtyre zgjedhjeve ose që mund ta ndryshojnë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Faktori i parë është zhgënjimi. Një masë e popullatës janë të zhgënjur se pse po shkojnë prapë në zgjedhje. Nëse kanë votu për subjektin e parë. Rëndësishme është zhgënjimi me kë është? Zhgënjimi me Kurtin apo është me të tjerë? Zhgënjimi zakonisht është me partinë fituese, sepse për të ke 51% të votave, ke shumicë absolute në kuvend dhe ke qeveri, thujase një partijake me disa partnerë shumë të vegjël, do të thëtë pse me shku në zgjedhje prapë. Kjo është e para. Zakonisht zhgënjimi vije të këta të fitues të zgjedhjeve, të cilët përkundër fitores i duhet prapë me shku në vota. Faktori i dytë është që përmendëm prania e presidentes Osmani, tash në çfarë kompozicionit do t'jetë ajo, si pjesë e LDK-s apo si listë vetme, ende mund të shkojmë, por si do të jetë aty dhe do të ndryshoj dinamikën e zgjedhjeve. Dhe treta,